Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu deklaroi se në 4 vitet e ardhshme synojmë të arrijmë pagën mesatare të NATO-s për forcat e armatosura. I pranishëm në takimin që është zhvilluar në Tiranë për konsultim publik me përfaqësues nga shoqata e ish ushtarakëve për ligjin e statusit të ushtarakut, Vengu vlerësoi më shumë rëndësinë gjithëpërfshirjen e të gjithë aktorëve të këtij sektori në procesin e ndryshimeve ligjore për statusin e ushtarakut, që siç tha ai, ka një fokus forcimin e forcave të armatosura, modernizimin e tij dhe rritjen e investimeve në kapacitetin njerëzor. Kapitali njerëzor e kam fjalën për të gjithë instrumentet ligjore dhe nënligjor që forcojnë statusin e ushtarakut gjatë karrierës dhe pas përfundimit të karrierës. Dhe ne kemi një qasje gjithëpërfshirëse këtu, ku synojmë të krijojmë instrumenta për të bërë forcën e armatosur më tërheqëse për të rinjt, pra të punojmë se si të përmirësojmë atë ndihmesën qoftë financiare që do të vazhdojë, qoftë të ecurisë dhe formimit profesional në karrierë, mbështetjen gjatë ushtrimit të detyrës dhe mbështetjen financiare dhe sociale për familjarët e ushtarakëve në lirim, pra pas përfundimit të karrierës. Ndër të tjera, ai është shprehur se rritja e kapaciteteve, modernizimi i forcave industria ushtarake dhe gjithë këto procese nuk mund të realizohen dhe konkretizohen me sukses nëse ne nuk do të investojmë në kapitalin njerëzor si një shtyllë kryesore që e ka në fokus qeveria. 5 fish më shumë rekrutime se para 10 vitesh. Në Akademinë e Forcave të Armatosura kemi 1100 aplikime për 100 të rekrutuar. Pra, besoj se jemi në një situatë më të mirë kur vjen puna ke rekrutimet dhe ke rëndësia që ka shumë e më shumë për profesionistët e rinj, fusha e forcave të armatosura, modernizimi, mbrojtja kibernetike, inxhinieria, mjekësia, të gjitha profesionet që ofron uniformë. Gjithashtu pagat janë rritur ndjeshëm. Kishim pagat më të ulta në rajon, tash kemi pagat më të larta në rajon, dhe synimi është që për 4 vjeçarin e ardhshëm të arrijmë pagën mesatare të NATO-s. Pra Vengu tha ndër të tjera se përmes ndryshimeve ligjore duam të rrisim mbështetjen për ata ushtarak në rezervë dhe në lirim.